Në Shqipëri do të jenë 10 zona për kultivimin e kanabisit për qëllime mjekësore në 10 qarqet e vendit. Nga një zonë do të jetë në Shkodër, Vlorë, Fier, Elbasan, Dibër, 2 zona në Kukës dhe 3 zona në Gjirokastër. Mes hapësirave që qeveria do të lejojë mbjelljen e lëndës së kanabisit për qëllime mjekësore, përfshihet edhe Lazarati. Fshati i madh afër Gjirokastrës u bë arenë e luftës më të madhe antikanabis në vitin 2014 kur u mor vendimi për të shkatëruar të gjitha të mbjellat me hashash. Rreth 11 vjet pas operacionit masiv antikanabis në Lazarat të Gjirokastrës, tashmë fshati do të mbjell kanabis për qëllime mjekësore. Më parë qeveria ka miratuar edhe standardet për zonat dhe parcelat e tokës në të cilat do të lejohet kultivimi i bimës së kanabisit për qëllime mjekësore. Standardet për kultivimin e kanabisit parashikojnë që zonat e kultivimit nuk duhet të jenë brenda kufirit të zonave të mbrojtura e të zonave me përparësi zhvillimin e turizmit, të pyjeve, kullotave dhe livadeve, zonave ushtarake dhe atyre që janë të përcaktuara si sistem urban në dokumentet e planifikimit vendor të territorit. Largësia e këtyre parcelave duhet të jetë paktën 3 kilometra në rrugajrore nga parqet e bletëve të miratuara sipas legjislacionit për bletarin, si dhe nga zonat ushtarake.